faktikisht sot vetëvendosja e kupton realitetin e vërtet se ku është. Shkojnë aty në kuvend, e kuptojnë tamam sa numra i kanë. Sepse vetëvendosja e ndërtuar mbi kaos në udhëheqje kaotike, ende sot gjendet në kaos duke mos ditë realitetin e vërtet se si është. Ndërkaq, sa i përket asaj me PDK-n ose me LDK-n, mbrëm, heq më larg, Abdi Gjiku ka pas një prononcim ose një intervist, ku është deklaruar se s'ka gjasa të shkoj në qeverisje. Në anën tjetër e kemi Partinë Demokratike të Kosovës, e cila gjithnjë ka deklaruar që në qoftë se na japin kryeministrin, me kryeministër Hamzën, ne shkojmë në qeverisje. Dhe për të ardhur puna me shku zotri Hamza kryeministër, duhet me dialogu ose me fol goxha gjatë. Nuk mundet me ndodhë sot. Thjesht vetëvendosjes sot i ndodh një farë sendi i mirë se e marrin vesh realitetin faktikisht ku janë, por Kosovës nuk është që i ndodh në gjë e mirë, sepse është veç një prolongim i procesit.